Alpet shqiptare vijojnë të jenë një nga destinacionet më të kërkuara nga turistët vendas dhe veçanërisht nga ata të huaj gjatë sezonit veror. Peizazhet natyrore, shtigjet malore dhe mundësitë për aventura po e bëjnë këtë zonë një nga pikat më të vizituara të turizmit në vend. Thethi, Valbona dhe Lumi i Shalës mbeten destinacionet më të preferuara, ndërsa shtegu Thedh Valbon vazhdon të konsiderohet një nga itineraret më të bukura për ecje në Ballkan. Përveç tij, vizitorët zgjedhin edhe shtigje të tjera që lidhin Shqipërinë me Kosovën dhe Malin e Zi. Çdo ditë kalojnë këtë theth nga ndoshta 2000 deri në 2000 persona në ditë. Pra është një shifër që është treguesi i qartë se ky është një nga shtigjet më kryesore. Do thosha ky shteg pasohet gjithashtu dhe nga majt e Ballkanit, i cili kalon në 3 shtete të ndryshme, siç është Shkodra, pra fillon në Shkodër, në Shqipëri, për të vazhduar pastaj në Malin e Zi, në Baninë e Polje, për Plavgoci e kështu me radhë, për të përfunduar pastaj në Kosovë. Një tjetër atraksion i rëndësishëm është lundrimi në liçenet e Komanit dhe Fierzës, i cili ofron turistëve mundësinë të shijojnë nga afër peizazhet spektakolare të Alpeve. Është udhëtimi nga Komani në Fierzë me tragjetin që ofron kjo linjë, është një udhëtim i jashtëzakonshëm. Dhe pastaj që të dalim nga Fierza në Bajramcur dhe nga Bajramcuri në Valbon, prap është një mrekulli në vete. Interesi për turizmin malor vijon të rritet nga viti në vit, fal natyrës së paprekur, shtigjeve të njohura dhe eksperiencave të larmishme që ofrojnë Alpet shqiptare për çdo vizitor.